po zhduket Shqipëria. Me 2 projekt ligjit e fundit, shitja e tokës bujqësore dhe kadastra fiskale, nuk do të ketë 1 centimetër katror tokë në Shqipëri për shqiptarët, sepse nëpërmjet një ligji ke siguruar ekskluzivitet për të blerë vetëm nga kolonët e Izraelit, kurse nëpërmjet ligjit tjetër të detyron ta shesësh se se mban dot. Pra të rrit një kosto fiskale të tillë që ti s'ka asnjë alternativë ta mbash atë, se s'ke më leverdi. Pra të ka krijuar blersin edhe shitsin. Shitsi shqiptar dhe blersin kolon. Dhe kjo punë është bërë kur filloi protesta. Po të shohësh në çfarë kohë kanë çuar në parlament këtë projekt ligj, e kanë në konsultim publik, kanë çuar 2 ditë pasi ka filluar protesta. Dhe ka përfunduar gjëja e konsultimit. Dhe pa marruar me konsultimit, ti kanë çuar projekt ligjin e dytë, që është kadastra fiskale. Merreni provojeni vetë, mos më pyesni mua. Kush përdor inteligjencën artificiale që t'ja bëjë më të lehtë, matematikë që mos jo të gjithë janë kanë njohuri. Merri këto 2 drafte në PDF të faqes shtetërore e konsultimit publik. Hidhin atë dhe bëj pyetje. Këto 2 projekt ligje e inkurajojnë apo dekurajojnë të ndetur të Shqipërisë shqiptarëve dhe të zëvendësimit ton në të paktën në bujqësi po e quajmë këtë moment, sa për ta bërë më të lehtë. Si hapi parë. A mundet do të që nëpërmjet kësaj gjë të jenë vetëm një kategori blerësish. Pse vetëm një kategori blerësish? Sepse nuk është për të blerë gjermani, francezi, italiani. Jo. Aty është shkruar specifikisht. Në 100.000 hektar që ka vënë ai tokë gjëja publike, që s'është publike, kanë njerëz po nga që s'ka rreth 100% rregullta, e quajnë publike ai. Ti mund të blesh si shtetas vetëm 2 hektar. Deri në 2 hektar. Kush që ka italian që viga me bo fermë bujqësore me 2 hektar? 0. Më falë, po kush edhe ata që blen 2 hektar? Në gjithë botën, ata. Po pse ata? Se ata 10 veta për shtëpi. 10 veta nga 2 hektar bën 20 hektar. Po ata nuk punojnë si shtëpi, ata punojnë si fshat. Janë 20-30 familje, 100 familje që bëhen bashkë dhe ndërtojnë kooperativ, që e kanë sistemin e tyre. 2 hektar çdo antar i familjes, shumëzohen me numrin e familjeve, ja të kundërtu një korporat bujqësore, që ta quajnë kooperativ. Që do thot, kanë bërë ligj vetëm për ata, sepse edhe kur ti do shesësh tokë bujqësore, më fal po. Çfarë tokë bujqësore dispotojnë shqiptarët? 10 dënym, 5 dënym, 20 edhe duke parë coptimin e pasurisë për shkak të origjinës familjare që në vitin 91 kanë qenë si thosh 7 fëmijë, një non, një bab që dalë copash, këta janë të vetmi që blenë copat vogla. Tani çfarë ndodh kur ta kanë blerë shumë copat vogla, po dikush refuzon. Aty futet i ligj tjetër, që është ligji investitorëve strategjik. Çfarë është ligji investitorëve strategjik? Ligji investitorëve strategjik thotë, nëse ti do të bësh një investim strategjik, pra kur ti ke një 300 hektar për të bërë aty një fermë izraelite bujqësore, të pengohet nga 4 hektar, që s'ti japi një 4-5 familje, ligji thotë e shpronson shteti, ta merr me dhunë shteti, që t'i japi atyre. E kanë bërë dhe këtë. Pyetesh kush i ka shkruar të projekt ligjit? Kjo them emrin sot që ta mësoni përmendsh. Ricardo Hausmann, një çufo venezuelian që prej vitit 2013 paguhet nga Fondacioni Soros për të bërë gjithë mendimin ekonomik, politik dhe social të saj qeverie për të shpopulluar Shqipërinë. Pra nga do që të rrullosh këtë histori. Nuk ka më Shqipëri, vëlla. Sepse do ta marrin nga fshati në qytet. Po ndërkohë kush i blen apartamentet në qytet me këto çmime të çmendura, me këtë pastrim pa mas pasurie, i blen sa njerëz çuditshëm blen shtrenjtë. Kush janë ata që blen kanë shtrenjtë? Për ta vendojmë pak. Kush është numri i njerëzve që blen më shumë prona të paluajtshme në Shqipëri? Dhe i kompanive dhe i përfaqësuesve të tyre shqiptarë. Çuditërisht na dalin prapë çuftë. Vazhdojmë. Në momentin që ty të rritet çmimi për herë më shumë, me kadastër fiskale shkon kështu përtej çdo gjëje. Ke liverit ma shpinë apo ta shesësh? Ke liverit ta shesësh. Me ato parë ti kish e shtetit. Pra këta kanë kryer punë, atë që kanë bërë në Palestinë, nga viti 1920 deri në vitin 1948, për 28 vjet, këta po marrojnë punë për 1 vit. 1 vit, 1. Pse? Sepse këti ka ardhur fundi dhe ky për të shpëtuar ka bërë marrëveshje atje. Edhe flamurin e Izraelit, dhe kush e grisi. Po ja u them me sinqeritet, do ja vërtetoj nesër në një podcast që kam me Shpendin. Është një fast flag i këtij dhe ju tregoj emrat. Kemi edhe podcastin e nesër. Do ju tregoj emrat, ne kemi ndarë bashkë. Këtë kam drek, kam rrethorës një. Do ju tregoj emrat. Se kush e ka grisë flamurin e Izraelit. Dhe do të habiteni që është prapë. Po na e thyllë sonte, Yeah. Jo, nesër. Do ju zë faktet.
Vetëm një pyetje, për sa i përket përshkallëzimit mos pagimit taksave nga ana ligjore, si është? Erdhi si ide. Të vinë gjobat. Mosbindjet civile përfshin dhe mos pagimin e taksave. Përfshin shumë gjoba. Si e nisën në amerikanët për të fituar pavarësi nga anglezët para 300 vjet, para 250 vjet. Shikam dhe për vjetorin, 250 vjetorin këtë vit. Me mosbindjet civile refuzuan të paguajnë taksat. Koncepti është që edhe kjo është një element që do aplikohet në ditët që vazhdin. Se kjo është një akt mosbindje civile. Po, mund shkoj deri në atë pikë që do shkojë në shumë pika, do shkojë në shumë kuptime. Se mund Po bllokojnë. do të bëhemi bashkë herë këtu, do të kemi më shumë njerëz. 40 makina ta bllokojnë rrugën do rrinë aty. Po. Do rrinë aty, do i vesh gjop, do i konfiskosh e etj. Po kur të filloj të përhapet gjithë Shqipërinë kjo frym, dhe shohësh pse? Se njerëzit nuk e dinë çfarë zezë u ka bërë ky. Njerëzit kujtojnë se ky thjesht është agresiv dhe po intimidon. Nuk e dinë që u ka marrë gjithë prondat. Ditën që këtë javë do të jetë, që ata do marrin vesh shqiptarët. Që ky ka marrë gjithçka. Dhe s'ka në më asgjë. Në atë moment do e shohësh që do krijohet. Pse? Se nuk i ka ndarë Rama me ngjyra. Pra, kur ka bërë këto ligje Rama, nuk ka thënë do privilegjojmë socialistët e do ta hajnë demokratët. Këta të mirë do ushqen, këta që janë të mirë do e hajnë. Jo. Ka bolish me aujyt socialistëve, demokratëve, kujdo, ateistëve, fetarëve, muslimanëve, krishterëve, islamofobëve, komunistëve, të gjitha kategorive, homoseksualëve, të gjithëve. Ky ka marru punë me ne, teknikisht me letra. I ka vetëm të zbatoj. Edhe ky do të zbatojnë nëse ne do të rriqemi. Pra këtu, kur na shohin ne që po dalim e bëjmë, nuk mund na ndjen më se kemi çfarë humbasim. Çfarë do humbasim? Edhe jetën me humb. Po çfarë do bësh? Do të përfundosh një emigrant që do bërës në përbot, që gjithë do të shohin kështu. Shqiptarët e tim nga ata që shumë venin. Që ishte një çmendur dhe i përzuri gjithë. Po jeni populli më rrëmbythje do thot për ne. Kjo do na trashëgoj gjithë jetës kur do ikim jashtë shtetit, të arratisur nga ky njeri, të dëbuar nga ky njeri. Pra koncepti është që kjo është luftë për jetë vdekje. Këtu nuk ka më diskutime. Jo po keq qeverisje se integrimi evropian, këto pralla që na kanë mushmetin. Këtu luhet për të ekzistuar apo jo ky vend. Se me këtë ritëm që ka nis ky, nuk e kapim 2030 që ka nis. Nuk kemi shanse. Mendoj këtë ta fitoj këtë betejë duke na zvarrit në rrugëve. Korriku kështu, ke parasysh, pastaj vjen gushti, pastaj se kujtojmë shtatorë, ke parasysh. Tani 10 orë maksimumi do kemi hik valla, se s'do kemi ku të rrim. Kështu që ka nis ky, po se urxuam këtë dreq, po mos e diskuto fare. Dhe po ja u them të gjithëve. Apo duket sikur është keq orientuar pak protesta nga kjo se çka thej tani. Unë po të asiguroj ty me 1.000.000% që këtu kemi prezentën e antiterrorit protest. Do ja shpjegoj nesër. Po për shkallëzimin në bllokimin e bankave. Po pritë vëlla, se i kapet gjithë fazat i kështu shpejt. Jo, ne jemi fazë që do të diskutojmë çfarë do bëjmë, të vazhdojmë kështu apo do bëjmë një gjë tjetër gjë. Nga kjo që po bëjmë, se kjo është si puna e eksperimentit Einsteinit. Kur përsëri një veprim 1000 herë dhe pret më rezultate ndryshme, po dallok, Kalibar do fitoj se kena pa i rat film, kuptoj logjikën. Pra koncepti është që këtu debati fillestar është të kuptojmë për çka kemi dalë. Se puna ke qeverisë këtu, jo. Ne diskutojmë vendin vëlla. A do të kaloj tani kjo rutina e marshimit në qendresë tu përpara kryeministrisë? Unë besoj që kjo është nata e dytë për ta theksuar për gjithë. Kjo është një formë mosbindje civile, kjo nuk është protestë e tipit protest. Kjo është mosbindje